Ndërkaq, atë modelin ideor që ne duhet ta kemi gjithmonë si shoqëni muslimane në kontekstin ku jetojmë, kush është musliman i mirë në kontekstin evropian, kush është musliman i mirë në kontekstin e botës shqiptare, përballë sfidave, përballë gjitha problemeve. Gjithmonë duhet ta kemi në vetdije çysh duket një musliman ose një muslimane e mirë. Pavarësisht a mund të arrijmë ne gjithë ato kushtet e atij portretit të një muslimani ose muslimanie. Ne duhet ta kemi modelin në mënyrë që të bëjmë përpjekje të orientohemi nëpërmjet modelit, dhe e dyta, shumë e rëndësishme, mos lejojmë që të tjerët na krijojnë modelin, sepse këtu është problemi. Në momentin që ne nuk e kemi ndërdije, nuk e kemi në vetdije kush është muslimani i mirë, në momentin që ne nuk e kemi atë portret të muslimanit mirë ose muslimanes të mirë, i bie që mund të hapet dera, pastaj armiq të ndryshëm, qarqe të ndryshme të na krijojnë modele dhe të na bindin neve se ai është musliman i mirë, ndërkohë që ai është musliman i mirë sipas rrymave, ideologjive, domethënë armiqve, le të themi kushtimisht, që e dojnë një musliman të tillë. Kur themi që çështja e modelit e shëmbëltyrës është kërkesë e Zotit Madhreshëm, në kuadër të saj gjithmonë futet edhe ai realiteti i mirë njohur që Zoti i Madhreshëm vazhdimisht botës i ka zbrit librat e shejtë dhe profet. Dhe për neve janë librat e shejtë dhe profetët janë kushtet besimit. Dhe ato të dyja shkojnë bashkë. Domethënë Zoti i Madhreshëm gjithmonë i ka dhënë botës librat e shejtë dhe profet. Në farforme, libri i shejtë e ka përfaqësuar shpalljen e Zotit, kërkesat e Zotit, ose atë modelin çysh duhet me qenë muslimani i kohës përkatëse, dhe anën tjetër, profeti i cili është mundu me konkretizu, është mundu me i përkthy çato vlera teorike në jetën praktike, dhe mendoj se kjo është pjesa jashtëzakonisht e rëndësishme për me kriju idenë që feja nuk është diçka e pakapshme, por feja është e mundshme, feja është e realizueshme, domethënë me qenë fetar në tana kohrat është jashtëzakonisht e mundshme.